Ky është fati I disa prej banesave në fshatin Gojan të Madh në Pu. Disa prej shtëpive kanë nisur që të digjen nga flakët, pavarësisht ndërhyrjes së forcave zjarfikse, por edhe ndërhyrjes përmes ajrit me helikopter, ka qenë e pamundur që disa prej këtyre banesave të shpëtohen. Tashmë, efektive të gjithë të angazhuar po mundohen që kjo situatë e vështirë dhe kritike të marrë fund sa më parë. Ndërkohë në fshatin Gojan të Madh në Pu rrezikojnë edhe disa banesa të tjera që të digjen në rast se zjarri nuk arrin që të vihet nën kontroll dhe të shuhet në momentin e duhur. Deri në këto momente, në total janë 3000 hektar pyje të djegura në Pu dhe po ashtu nga flakët janë përfshirë të paktën 3 banesa, ndërsa ky numër mund të jetë edhe më I lartë.